Rreth 150 punonjës të firmës nën-kontraktore të Bankers Petroleum Global Energy protestuan këtë të martë pasi nuk po paguhen. Asnjë informacion s'kemi, këta thonë nuk dim gjë, jo sot jo nesër. Thanë se kriza e vonesave të pagave lidhet me pretendimet se Bankers prej disa muajsh në hetim për shkelje të rënda nuk ka shlyer detyrimet ndaj Global Energy. Protestojmë sot sepse kemi vonesë të rrogës të muajit nëntor. Ne kemi afat kohor të rrogës nga data 8 deri në 12 dhe rroga nuk është hedhur akoma. Ne kemi lënë në fjalë një javë afat dhe akoma nuk na kthejnë përgjigje konkrete. Jo, janë të gjithë në kontraktorët. Gjithë kontraktorët e Marinzës po bëjnë gati nga qershori e këtej s'kan marrë parat në fjalë. Punëtorët. Ajo që shqetëson më shumë është vijimësia e kompanisë pas deklaratës zyrtare se doganat kanë bllokuar veprimtarinë nxjerrëse të vendburimit të Patos Marinzës. Kompania po thonë që është në kolaps. Me fjalë depozitat e Fush Marinzës duhet mbajnë dhe 24 orë, me fjalë se është bllokuar shitja. Dhe s'japin asnjë përgjigje. Bankers Petroleum ndodhet në një krizë për shkak të një hetimi nga prokuroria e Fierit, ku zbulua se kompania, e cila prej më shumë se 20 vitesh nxjerr naftë në Patos Marinzë, ka shmangur për vite të tëra me radhë taksat. Sipas hetimeve gjatë periudhës 2004-2024, kompania ka eksportuar dhe shitur naftë me një vlerë totale prej 532 miliard lekësh, rreth 5 miliard euro, por ka deklaruar humbje prej 11.7 miliard lekësh dhe nuk ka paguar asnjë tatim fitimi. Në lidhje me aferën, Bankers Petroleum janë arrestuar 9 drejtues aktual dhe ish drejtues të kompanisë në kuadër të një hetimi për evazion fiskal dhe skema mashtruese financiare, përfshirë CEO-n kinez Hong Ping Xiao dhe ish drejtorin Leonida Çobo. Dy goca, dy kinez, ato s'dim ku janë për vete.